Mirëmëngjesi miq të Klan Kosovës, sot do të flasim për një projekt cilin Ministria e Financave e Qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me Qeverinë e Francës do të realizojnë brenda pak muajve. Fjala është për një projekt i cili trajton ujërat e zeza në Prishtinë, Fushë Kosovë dhe në Obiliq. Më shumë detaje na jep përgjegjësi për menaxhimin e borxheve në Ministrinë e Financave që është Alban Fetahu, që e kemi në studio. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe zoti Fetahu. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Na tregoni për çfarë projekti, po e dim që është për trajtimin e ujrave të zeza, mirë po fillimisht ju keni kërkuar hua nga qeveria franceze, sa është ajo hua dhe kur mendohet të nisë puna në terren? Po, në gjysmën e dytë të javës së kaluar, siç keni raportuar edhe ju, është nënshkruar marrëveshja për financim në mes të Ministrisë së Financave, e cila ka vepruar në emër të Shtetit të Kosovës, për shkak se është marrëveshje ndërkombëtare, dhe të autorizuarit nga qeveria franceze Natixis, që ka qenë nënshkruesi nga ana e palës franceze. Marrëveshja në fjalë ka një vlerë 66 milion euro, një normë të interesit shumë simbolike që është 0,036% vjetore dhe ka një jetëgjatësi totale prej 30 viteve. Përkatësisht që atë 5 viteve të para kemi një pushim në kthimin e kredis, do të nuk kthejmë krye gjë, kurse në pas 5 viteve nisë edhe kthimi i borxhit. Kurse përgjatë 25 viteve pas tërheqjes së kredis do të bëhet kthimi i kredis. Dhe kthehen poaqë sa janë marrë 66 milion euro? Korrekt. Vlera domethënë është ajo që do të tërhiqet, ajo do të kthehet. Fondet, siç e paralajmëruat edhe ju, do të përdoren për financimin e projektit për trajtimin e ujrave të zeza në kryeqytetin, pra Prishtinën dhe 2 komunat përreth, përkatësisht Obiliqin dhe Fushë Kosovën. Kur mendohet të nisë tamam realizimi i këtij projekti? Meqense marrëveshja ka nënkuptuar vetëm huazimin e mjeteve, do të thotë, mirë po puna në terren kur mendohet të nisë? Po, siç e theksuam më herët, është marrëveshje ndërshtetërore, prandaj është subjekt i ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare. Menjëherë pas nënshkrimit ne kemi iniciuar procedurat për ratifikimin e saj, duhet të kryen të gjitha procedurat e nevojshme, pastaj të kalojnë në qeveri dhe në parlament për ratifikim. Kjo pritet ndodh shumë shpejt. Sa kohë mendohet të marrë kjo? Po, jemi të punu intensivisht edhe shpresojmë që deri në mes të muajit shkurt të përfundohen procedurat nga ana e qeverisë. Pastaj, kur të kalohet parlament, mbetet në dorë të parlamentit se sa shpejt mund ta procedurojnë ata në seancë dhe ta ratifikojnë marrëveshjen në fjalë. Mirë, po mendohet që nuk do dalin pengesa, me që po flasim për një projekt me rëndësi për 3 qytete. Po, shpresojmë që nuk do të ketë pengesa për shkak se shpenzimet për këtë marrëveshje janë jashtëzakonisht simbolike. Në momentin kur ta tërheqim me këtë normë të interesit, kur tërhiqet komplet kredia, sepse atëherë do të paraqiten shpenzimet, norma e interesit, do të kemi dikon rreth 23.700 euro për vit për të paguar, për të mirëmbajtur 66 milion euro kredi. Pra nuk presim ndonjë sfidë të që të paraqitet në gjatë procesit në vijim. Ndërkaq realizimi i projektit do të nisë me Prishtinën? Apo në të 3 qytetet, qysh është menduar në të 3 qytetet njëkohësisht, do thotë në 3 vende do të punohet, apo si është menduar të nisë? Ende nuk ka projekt të dizajnuar detaj, do thotë ajo do të vi pastaj, sidoqoftë pas ratifikimit të marrëveshjes do të fillojnë procedurat për angazhimin e ekspertëve ndërkombëtar për të përgatitur gjitha procedurat e nevojshme për realizimin e projektit. Sidoqoftë periudha e cila planifikohet që të zgjasin punët e vrazhda të projektit, të cilat janë shumë pak mundësi për shtyrje tyre, janë 3 deri në 4 vite. Dhe projekti do të përfshi, do thotë, avansimin e rrjetit ekzistues në Prishtinë dhe 2 komuna tjera, kurse pjesa kryesore e tij do të jetë në Fushë Kosovë, ku do të ndërtohet fabrika apo impianti për trajtimin e ujrave të zeza. Përmes rrjetit ekzistues planifikohet që mbi 2000 rrjedha dhe mbushje ekzistuese të ujrave të zeza në kryeqytet dhe 2 komuna tjera të mblidhen dhe përmes rrjetit ekzistues dhe zgjerimit potencial të tij të sillen deri në fabrikën apo impiantin e ndërtuar, aty do të përpunohen me standardet më të larta ndërkombëtare, të cilat parashin edhe me rregulloret e Bashkimit Evropian. Pastaj uji i trajtuar do të zbrazet në mënyrë të kontrolluar në lumin Sitnica. Po pse është zgjedhur Fushë Kosova, do thotë që në atë vend të jetë fabrika?
Me që ofër lumit Sitnica, apo është bërë kjo ndërlidhje? Po, është më shumë do të thëtë pozita gjeografike, terren më i përshtatshëm, edhe në bazë të raportit të arsyeshmërisë, i cili është kryer në vitin 2012 nga Komisioni Evropian, del se me siguri Fushë Kosova do të jetë lokacioni më i përshtatshëm për realizim, për ndërtimin e kësaj fabrike. Po, dhe për cilin qytet ka qenë më me rëndësi realizimi i këtij projekti Alban, apo për 3 qytetet, do thotë 3 qytetet kanë pas nevojë për një projekt të tillë? Po definitivisht për 3 qytetet do të jetë, kur flasim për përfitimet, duhet shikohet në 2 aspekte. Do të thotë përfitimet për shkak të rrjetit të avancimit të rrjetit ekzistues, trajtimit të ujrave, mirëqenia e qytetarëve përmes azësimit, përmes trajtimit të këtyre ujrave. Dhe për 3 komunat është i rëndësishëm sidoqoftë kryeqyteti për shkak të numrit banorëve më të madh që ka, me siguri se do të jetë shumë e levërdishme për kryeqytetin, po edhe pas kryeqytetit po ashtu edhe Fushë Kosova që ka tani secilën ditë numër më të madh banorëve. Gjithsesi, në bazë të raportit të arsyeshmërisë, fabrika do të jetë shumë bashkëkohore dhe do të ketë mundësi se ky do të jetë projekt që do të jetoj. Që po du të them se do të zhvillohet më tutje. Shumë shpejt do të funksionalizohet edhe fabrika e ujit në Shkabaj, dhe pastaj me rritjen e furnizimit me ujë në qytet, domino efekti do të ketë më shumë konsum, rrjedhimisht edhe ujra më shumë, ujra të zeza, do të prodhohen më shumë nga kryeqyteti dhe qytetet përreth, dhe do të ketë hapësirë për zhvillimin me më të tjeshëm në periudhën afatmesme dhe afatgjatë të këtij projekti. Po, e përmendet edhe ujësjellsin, edhe zyrtar, përfaqësues të ujësjellsit kanë qenë kur është nënshkruar marrëveshja, do thotë ndërlidhet kjo edhe me fabrikën e ujësjellsit, do thotë që pritet shpejt edhe të jetë në funksion. Gjithsesi, kompania regionale e ujësjellsit ka qenë dhe do të jetë vitale në realizimin e këtij projekti, për shkak se përfundimisht ky aset i cili do të ndërtohet pas 4-5 viteve do të kalohet në menaxhimin e ujësjellsit. Po, mirë po, te fabrika e ujësjellsit donatori nuk ka qenë i njëjti. Megjithatë, e rëndësishme është që sigurohen mjetet që ndërlidhen pastaj projektet njëra me tjetrën dhe të evitohen sa më shumë probleme, pavarësisht se nga sigurohen mjetet. Absolutisht. E keni fjalën për fabrikën e ujit, apo? Po, aty ka qenë Banka Gjermane për Zhvillim, e cila ka në këtë rast është qeveria franceze. Po, për këtë projekt është qeveria franceze. Desha të theksoj shumë shpejt edhe përfitimet në aspektin ekonomik që do të ketë realizimi i këtij projektit. Në bazë të studimit të arsyeshmërisë rezulton se norma e brendshme ekonomike e kthimit do të jetë rreth 18%, që është jashtëzakonisht pozitive për gjatë jetës së projektit. Kur fillon realizimi i projektit, pra thamë që është rreth 66 milion vetëm kredi, pastaj me siguri do të ketë edhe ndërhyrje, do të ketë plotësim edhe nga ana e qeverisë Kosovës. Të gjitha këto fonde do thotë punësimi, shpenzime tjera, ndërtimi e tjera do të merren, do të ndërtohet nga këto dhe do të ndikojnë jashtëzakonisht shumë edhe në përfitime ekonomike. Po ashtu në bazë të njëjtit raport të arsyeshmërisë del se çdo raporti benefit kosto do të jetë 2.5, që do të thotë se për çdo euro që investohet në këtë projekt, kthimi është më shumë se 2 fishi i fondeve të investuara. Po e qartë, dhe kur ka nisë negociatat me qeverinë franceze, kjo ka shkuar sigurisht nëpërmjet ambasadës franceze në Kosovë? Po, ka qenë domethënë ambasada franceze në Kosovë dhe zyra regionale të salit francez, e cila është në ambasadën e Francës në Sofje të Bullgarisë. Kjo studimi fizibilitetit është bën 2012, kurse negociatat konkrete kanë filluar në muajin qershor, në muajin qershor të vitit të kaluar, është bërë protokolli financiar ndërshtetror në Paris, që është nënshkruar nga Ministri i Financave dhe Ministri i Financave të qeverisë franceze. Pastaj ky protokoll ka parashikuar pastaj hyrjen në marrëveshjen për financim apo marrëveshjen për huazim të fondeve dhe në janar, në javën e parë janar, pra arritëm të nënshkruajmë edhe marrëveshjen për huazim, që i kompleton marrëveshjet ndërshtetrore të cilat duhet i kemi me qeverinë franceze, me kreditorin këtë rast,
për të filluar realizimin e projektit. Po e qartë. Thatë që brenda 3-4 viteve, maksimumi deri në 4 vite mund të shkojë përfundimi gjithë këtij projekti, në të 3 vendet, apo jo? Dhe qytetarët mund të avrejnë, do thotë, realizimin ose përfundimin e këtij projekti tek atëherë. Jo domosdoshmërisht, se siç e thash, do të thotë vetëm punët e vrazhda do të zgjasin, sidoqoftë përgatitja e projektit e këto procedura tjera, nëse nuk do të ketë hyrje, do duhet që të kryej brenda 5 viteve. Deri në 5 vite mund të shkojë dhe atëherë mund të vrehet ndoshta përfundimi i këtij projekti dhe do të thotë edhe të 3 qytetet mos kenë më ngarkesën që e kanë pas deri tani. Efektet do të ndihen edhe gjatë kohës sa janë punimet, për shkak se me avansimin, domethënë gradualisht me avansimin e rrjetit do të ndihen efektet edhe në terren. Para ditës finale të projektit. Po përpas këtyre 3 qyteteve, mendohet që me donacione ose në formën e njëjtë të sigurohen mjete dhe të punohet në ujërat e zeza në qytete tjera të vendit? Ka marrëveshje edhe marrëveshje të tjera, disa janë ndërshtetërore, disa janë me kreditorë, nëpër komuna të ndryshme të Kosovës, të cilat vetëse janë duke i realizuar apo janë në proces të konkretizimit të marrëveshjeve. Projekte të tilla, të njëjta afërsisht? Afërsisht të njëjta, po relativ me kapacitetet e komunave. E qartë. Faleminderit shumë Alban që ishit pjesë e programit të mëngjesit. Faleminderit dhe priva. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakohemi nesër me një mysafir tjetër.